Hey, mirë se erdhët! Sot do bëjmë diçka pak më ndryshe. Do të shndrohemi në detektiv gjuhësor. Së bashku do të hetojmë disa modele vërtet interesante të gjuhës serbe, për të parë se çfarë kodesh të fshehura fshihen pas fjalëve që përdorim çdo ditë. Jeni gati? Le t'ja fillojmë. Pra, pika jone nisjes është një klasik i vërtet. Ana voli Milovana. E përkthyer do të thotë Ana e do Milovanin, por e veçanta nuk qëndron te kuptimi. Provoni ta lexoni mbrapsht. Është saktësisht e njëjta gjë. Kjo është gjurma jone e parë, një simetri e përsosur. Por a mbaron gjithçka këtu? Kjo na bën të pyesim. Po sikur gjuha të fsheh modele edhe më të thella, më të fshehta. Palindromet si ky janë fantastike, por ndoshta janë vetëm maja e icebergut. Tani do të gërmojmë më thellë se thjesht lojrat me fjalë. Okej, le t'i futemi punës. Hapi i parë në këtë hetim na çonte këto fjalë pasqyrë ose siç njihen ndryshe, palindromet. Kjo është forma më e dukshme, më e qartë e simetrisë që mund të gjejmë në gjuhë. E pikërisht këtu, gjërat bëhen interesante. Shikoni pak këtë fakt. Në gjuhën serbe, është shumë më e lehtë të gjesh fjali të tëra palindrome se sa fjalë të vetme. Pse ndodh kjo? Duket si një paradoks, apo jo? Kjo është enigma jone e parë. Dhe përgjigja? E po, fajtori është vetë motori i gjuhës, mënyra se si ajo i ndërton fjalët. Kjo fushë quhet morfologji. Problemi është se kur i shton një fjalë mbaresa gramatikore, për shembull për rasën ose kohën, ekuilibri i saj delikat prishet menjëherë. Ajo simetria e bukur pasqyruese zhduket. Por ja ku qëndron magjia. Gjuha gjen gjithmonë një mënyrë, atë që nuk e bën dot me një fjalë të vetme e arrin duke kombinuar disa fjalë në një fjali. Këto shembuj tregojnë se si gjuha arrin të krijojë një simetri të përsosur në një shkallë më të gjerë. Vërtet e zgjuar. Mirë, misterin e parë e zgjidhëm. Tani, le të kalojmë te diçka edhe më e fshehtë, më delikate. Po flasim për fjalët që fillojnë dhe mbarojnë me të njëjtën shkronjë. Fjalë që duket se krijojnë një lloj laku të mbyllur. Atëherë, ç'kuptojmë me fjalë ciklike? Është fare e thjeshtë. Imagjinoni një fjalë si një çark të mbyllur, ku fillimi dhe fundi takohen. Shkronja e parë është e njëjtë me të fundit. Ky është koncepti kyç për misterin ton të dytë. Dhe tani, provat. Ja ku kemi disa fjalë. Kajak, kundak, kërahak, korak. Vini re diçka të përbashkët? Të gjitha fillojnë dhe mbarojnë me shkronjën k, dhe ka shumë fjalë të tjera si këto. Pyetja që lind natyrshëm është: a është thjesht një rastësi e bukur? Pra pyetja mbetet, a është thjesht një koincidencë e çuditshme apo fshihet diçka më shumë këtu? A ka një arsye strukturore, një kod të fshehur brenda gjuhës që e prodhon këtë model? E po, përgatituni sepse sapo e kemi gjetur kodin. Dhe po, mund t'ju a them që nuk është as pak, por as pak rasti. Në fakt, është një rezultat plotësisht i parashikueshëm i mënyrës se si funksionon gjuha. Sekreti nuk fshihet te shkronjat vet. Për të kuptuar pse ndodh kjo, nuk duhet shikojmë shkronjën k, por duhet shikojmë motorin e gjuhës, mekanizmat që ajo përdor për të krijuar fjalë të reja. Kjo na çonte një vegël thelbësore në kutinë e veglave të gjuhës, prapashtesa ose sufiksi. Mendojeni si një pjesë Lego që ja shton një fjalë ekzistuese për t'i dhënë një kuptim të ri ose për ta kthyer në një kategori tjetër gramatikore. Dhe këtu gjithçka bëhet e qartë. Kur bashkon dy gjëra, së pari, një shkronjë që përdoret jashtëzakonisht shpesh në fillim të fjalëve, siç është k, dhe së dyti, një prapashtesë super të zakonshme dhe produktive si ak, që përdoret për të krijuar qindra fjalë, çfarë ndodh? Rezultati është i pashmangshëm. Krijon një numër të madh fjalësh që fillojnë me k dhe mbarojnë me k. Pra nuk është magji, është thjesht logjik gjuhësore. Okej, e zgjidhëm edhe këtë enigmë, por kjo ideja e lakut apo e ciklit, në fakt, na tregon diçka shumë më të madhe për gjuhën. Ky parim i përsëritjes funksionon në një shkallë shumë më madhështore. Sepse ky parim i përsëritjes shkon përtej fjalëve të vetme. Laku më i fuqishëm, motori vërtet i krijimtarisë në gjuhë, është diçka që gjuhëtarët e quajnë rekursion. Është aftësia e mahnitshme e gjuhës për të futur një strukturë brenda një strukture të ngjashme, teorikisht pafundësisht. Shikoni këtë fjali. Pera mendon se Laza dyshon se Maria e di se, e kuptoni? Mund të vazhdonim kështu pafund, duke shtuar gjithmonë se dikush mendon apo se dikush di. Ky është rekursioni në veprim, fuqia për të krijuar fjali pafundësisht komplekse. Pra, le t'i përmbledhim pak gjërat. Çfarë zbuluam në këtë aventurën tonë detektive në përskutat e fshehta të gjuhës? Gjetja kryesore është kjo.
Ato që duken si rastësi apo lojra fjalësh, shpesh janë rezultate të logjikshme të sistemit. Palindromet gjejnë rrugën e tyre në nivel fjalie. Fjalët ciklike, si ato me k, nuk janë një mister, por një produkt i pashmangshëm i rregullave të gjuhës. Dhe të gjitha këto modele të vogla na tregojnë për parime më të mëdha, si rekursioni, që japin gjuhës fuqinë e saj të pafundme. Dhe kjo na lë me një pyetje të fundit. Ashtu si në gjuhë, edhe bota përreth nesh është plot me sisteme e modele të fshehura. Sa rregulla të tilla po na formsojnë jetën dhe botën tonë çdo ditë pa e kuptuar fare. Mendoni pak për këtë.